Me turp po mbyllet sesioni parlamentar përpara zgjedhjeve me ligjet porositur, ashtu siç në fakt ka qenë dhe tendenca gjatë 11 viteve të fundit. Paketa e maleve qartësisht është një ligj preferencial i qeverisë i porositur, i cili ka në thelb pabarazim para ligjit, por nga ana tjetër shkel me dy këmbë edhe të drejtën e pronës. Çfarë ndodh me paketën e maleve? Pa garë, pa konkurrencë, prona shtetërore, e cila mund të jetë edhe pronarëve të vjetër, i jepet për 10 vite në përdorim me €1 dhe me taksa të ulura, kujdo që e kërkon e pretendon këtë pronë në dorë të bashkive për të përcaktuar prioritetet për zonat me zhvillim. Ky ligj bie ndesh me ligjin e pronave, krijon një skenar paralel dhe një proces paralel me atë të kompensimit pronave. Bie ndesh me ligjin e prokurimit publik, që duhet patjetër një garë e hapur për të gjitha asetet, pronat, po njëkohësisht edhe burimet shtetërore, dhe bie ndesh dhe me marrëveshjen e stabilizim asociimit. Kështu që kur e dëgjoni që thon fjalën integrim evropian, kur i dëgjoni që thon fjalët luftë kundër korrupsionit, keni parasysh që ato që kanë rëndësi janë aktet, dhe aktet janë paketa maleve, ligji i prokurimeve publike dhe çdo ligj tjetër me porosi që kanë sjellë në kuvend, që ka qenë një ligj tërësisht korruptiv, ashtu siç është dhe ky ligj që vjen ditën e fundit dhe seancën e fundit të parlamentit.